që kur doli nga shtëpia, që bëm atë si parti aty brenda, në korridoret, me erdhi ma tretoi gishtin në një mënyrë që nuk më pëlqevi fare, po prap unë e tolerova, se isha ka i ta kasoja në gisht. Qarë kejta shumë, më thonë ma qarë, të nesme vatëm në plaza, në plaza, bëm atë që u bëhe gjitha ajo, si parti, si, edhe duke kënduar aty më tha mua, meshe me mua, edhe dhe ti dole vetë ishte të bënim ne këtë unë, këton ti. Dhe dije, kishim post Big Brother, dhe ndoshta kish netur aty sa ynë për në skenë, kish zënë prit aty. Dhe ishte edhe Albert Hajdari edhe Monika. Dhe më të mërëm të cigare. Edhe më thot mua prapë se e kishte atë, ndoshta kishte ta fillon të atë. Po ti, fillovi avazin që pse mbështete se linën ti dhe se duhet të çmendesh, kupton ti. Pavarësisht i thash çfarë ke mordial? Po jo ti tha se që dy më të mirët ose se mbaj mend tani për Stinën dhe për këtë që thashun. Po pa lidhje dhe i tha Arpi, po që fillimi tha mo. Edhe Arpi tha, patre që fillimi standën e tilini 25 ditë. Që fillimi, që prajmi dytë dhe këtë ti the miri dhe tani kot do më pa lidhje fare, do më dhe në kupton ti. Tani ti, jo i tha, edhe i tha Arpi, i liri ka qenë, në mendimet e ti tha ka qenë konstant. Do më nëzirë ma mua në një që kam thënë unë e merë miri, jo, po unë kam thënë i liri kotë se qarë më theshte. E thash dëgjo mordial, unë që kur dola, thash sa dola nga biku, që të nesme piva kafe me një biznesmen, edhe më tha, do të vetoj Seline, më the tash, kupton ti? Ja këto muhabetet si qanë, muhabetet e kafene dhe njerën tjetër. Plus që ajo 23 vjeçare, e përbalovi e beri punë edhe e mendova ore Selini. Ky tani u qa, kupton ti? Edhe unë e marrë më njanë, i them që ore, po këshu, e marrë më njanë, dhe i them për shpirë të nënësën, më tha një këshu që, dhe ky tani, që të më vite mua si në siklet, i thotë ati, ja, thoj Arpi tani që në the mua. E mua mi kutruri, thash unë, mos me qaj kartë, mi kutruri keq, mos me qaj kartë, mi kutruri. Edhe këto dy fjallë bajmë në tunë, edhe kur dëgjoj që tha, do të zhduk. Qarë thoma një, qarë bështi tasha? Do të zhduk, tha. Në sy të Arpit më tha dhe në sy të Monikës. Do të zhduk, më kërcenoj. Si bet? Prisje bre dakord, po. Që ande po e biti nga mësty, mosën nga mësty do më marrë penk miri tani më të dhe më. S'ma so qesh. Yri. Po jo marrë penk miri tani, mos yri këte. Unë e kuptoj. Shiko tani, unë e kuptoj që miri ka të mdhejfin që nuk doli sepse e shumë shqyër që do fitoj. Sa ju aty brenda shumë shqyër, i për që të vetja e dukshe, si të shë një klarim strategu njërën titën e tha, unë jam, e kupton ti? Po unë ja thash, loja tende mbaroj mo djallë, unë duke parë, mbaroj kur ti u bere bashkë me Rogetin. Dhe kur ishin urë aty, po nuk dojnë ta me muhabetin, po ta apte Ledioni po edhe dje nuk dojnë ta me muhabetin. Se i pash aty të ullur, që Mateo, dhe Mateo s'ky dha ushim, se Mateo 2 muajt e parë vetëm vetëm me mirin humor. Edhe ky dha ushim, edhe tjetri Selin, me Selinin krevati e me Selinin humor. Edhe Rogerti, të 4 këta ky ka ushqyer, të 3 këta ky ka ushqyer. Ju ka dhënë nga pak e oqë shkërqimin e ti. Po ne si shqiptarë gjithmonë themi që fajna i kanë të tjerët, fajne për dështimin tonë
na i ka i liri, na i ka ky, na i ka y, kupton ti? E do të zhduk. E pas që shenë në shumë, ka mbledhur shumë negativitet. Duhet të çlirohet, po në Vrenozi e gjetë të çlirohesh o mirë strategu. O në mua e gjetë, limonallet e mia, vllakamallet e mia. Po unë së të njënja, kur unë nuk të njënja, se nua më tha, ky është miri, nuk të njënja, për shpirtë të nënës. Unë tha që është ky që po më si gango, se bërë një dy shumë si i fort. E tha qarë është ky, kush është ky, tha është miri, jo e sa të familji. Nuk të njënja për shpirtë të nënës, asë njënja. Asë shoka, asë gjë, s'kisha detyrime që të dashu ty, po unë gjatë shpisë të tris një miri, më theshte mua, i lirë. Se ky të tërë, po unë të dash në 2000 finale, se ky të tërë kështu theshte, jemi të plëka, e theshte, në 2 finale, kuptona, do më në Prishtirosje, kupton ti? Dhe ky dine si kur që strategu i shtëpisë, kupton ti? Ky e ushebi vete si kur unë tani do fitoj, i kam tërë në ato dhe tani, ka 3 dit që kur unë doli që më drove kish, 3 dit dje, do me thënë, edhe më prise Kastile aty, e më tha do të zhduk. Ta që të veten që ka ty në komisariat unë të them më kërcenovi miri. Edhe ka me dëshmitar është Arber Ajdari edhe Monika, kryemandi kur miri më tha do të zhduk. Më kërcenovi drejt për së drejti. Largojni që fëmijët nga ekrani. Ti të mash Karin, miri, Karin të mash. Ti e kush do të mash Karin në kimi vend. Mua nuk më zhduku, kush nuk më zhduku më. Do më zhduk është tia. Ti që ke fri nga i atende, që u bene kështu aty në këti që në të kështu, tia, ti do më zhduk është mua. Kokë piqë. Se e s'dojnë ato 30 papë thira, po janë thira se